çfarë është Big Brother? Në këtë video do të zbuloni sekretet që ndoshta asnjëherë nuk i keni dëgjuar. Fenomeni Big Brother VIP Albania nuk është thjesht një emision televiziv. Është një operacion i mirëfillt psikologjik dhe financiar që kthen vëmendjen njerëzore në monedhë të pastër, brenda një arku kohor prej 3 muajsh. Kjo makinë gjeneron shifra që kalojnë imagjinatën e zakonshme, duke u mbështetur në një algoritëm të padukshëm të emocioneve dhe klikimeve të çmendura. Sa para gjenerohen në këtë format? Kur flasim për përfitimet brenda 100 ditëve, duhet të kuptojmë se paraja rrjedh nga 3 burime. Burimet më kryesore që ushqejnë njëra tjetrën: sponsorship, producenti placent. Ky është ari i këtij emisioni. Kompanitë paguajnë shifra marrëmendse që produkti i tyre të jetë në tryezën e bukës, gjithashtu edhe në dhomën e ndenjës, apo edhe në sfidat e banorëve. Vlera një kontrate kryesore mund të shkojë në qindra mijëra euro, ndërsa totali i sponsorimeve kalon shifrën nga 2 deri në 3 milion euro vetëm për një sezon 3 mujor. Votimet me SMS. Edhe pse epoka digjitale ka avancuar, sistemi i votimit me SMS mbetet një minjer armi. Miliona vota nga Shqipëria, Kosova dhe diaspora, ku tarifat janë akoma më të larta, përkthehen në fitime neto që kapi shifra miliona eurosh. Monetizimi digital, YouTube, Instagram dhe TikTok. Tani këtu ndodh çmenduria. Me qindra miliona shikime në YouTube dhe rrjetet sociale, të ardhurat nga reklamat, nga AdSense dhe partneritetet digjitale, të cilat i krijojnë një rrjedh parash pasive, por konstante, për llogaritet që vetëm nga klikimet dhe ndërveprimet organike, fitimet mund të arrijnë deri në 500.000 apo 800.000 euro brenda 3 muajve. Nëse mbledhim të gjitha këto burimet, Big Brother VIP Albania mund të gjenerojë diku mes 5 deri në 10 milion euro brenda një sezoni, varësisht nga niveli i audiencës dhe dinamikat e banorëve. Por pyetja më e madhe është si u ndërtua kjo gjë. Suksesi nuk është i rastësishëm. Ai është ndërtuar mbi një strukturë të mirë menduar. Polarizimi social. Formati është mjeshtër në krijimin e kampeve. Publiku nuk thjesht që shikon, ai lufton për idhullin e tij. Kjo përfshirje emocionale e kthen shikuesin në një ushtar digital që gjeneron komente, shpërndarje dhe klikime pa pushim. Kurioziteti është më i madh njerëzor për ta parë këtë brapa perdes. Ky është motori kryesor, duke zhveshur personazhet VIP nga filtrat e zakonshëm të Instagramit. Publiku ndjen një lloj pushteti mbi ta, gjë që krijon varësi. Po mirë, cikli 24 orësh. Big Brother VIP Albania nuk ndalet kur. Transmetimi live krijon një lidhje paranojake, ku shikuesi ka frikë se mos u mbet momentin e madh, duke mbajtur vëmendjen të gozhduar pas ekranit. Po pyetja që më së shumti bëhet,
kush është në të vërtet vëllau i madh? Misteri më i madh mbetet figura që kontrollon gjithçka. Po kush është ai? Në kuptim teknik, vëllau i madh është një ekip produksioni, skenaristësh dhe psikologësh që vëzhgojnë çdo lëvizje. Ai është një etnitet kolektiv që merr vendime në kohë reale për të rritur audiencën, megjithatë në një rafsh më simbolik. Vëllau i madh është algoritmi. Ai është pasqyra e asaj që ne duam të shohim. Ai ushqet me reagimet tona. Vëllau i madh është publiku. Pas sytë e miliona njerëzve, ajo shtëpi do t'ishte thjesht një ndërtesë, boshe pas një gjë tjetër. Ai fiton fuqi vetëm sepse ne e vëzhgojmë. Në fund të fundit, Big Brother VIP është një pasqyrë e shoqërisë moderne, një vend ku kufiri mes realitetit dhe spektaklit fshihet plotësisht dhe ku çdo emocion i rini ka një çmim të caktuar në trekun e madh të vëmendjes.